Ju duhet, thot, pushkatuar në mes të Tiranës, edhe ata që të mbështetin, thot ty. La ilaha illallah, çfarë mlefi, çfarë urrejtje. Pra do me vra shumicën e shqiptarëve, o zot na ruaj. Se shumica e shqiptarëve i përkasin besimit islam, musliman. Zotin na rujt, me pas njeriu kaq mlef, kaq urrejtje. Unë e di që po ta kesh ti në dorë, ti i vret gjithë. Por, elhamdulillah, ne jetojmë në një vend të lirë, ku secili beson atë që do. Ne si musliman kemi jetuar ndër shekuj me jo muslimanët në këtë vend në paqe. Kështu na mëson Islami. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an, thot la ikrahe fi din. Nuk ka dhunë, nuk ka imponim fe. Njeriu është i lirë, do beson, nuk do nuk beson, është çështja e tij, në këtë dynja jemi të lirë. Gjykimi, Zoti i gjithësisë do të gjykojë njerëzit ditën e gjykimit. Unë të ftoj që të kthjellohesh, po ashtu të kish pak më shumë zemërgjërsi. Pra, njerëzit nuk do të bëhen ashtu siç ti mendon. Secili është i lirë. Unë të ftoj ta lexosh Kur'anin. Ti lutesh Zotit gjithësisë që të udhëzoj, të ta largoj mlefin, urrejtjen, paqe.